Të rinj për Vlorën kanë qenë një mbështetje e madhe e fushatës qytetare të kandidatit Vasil Bedinaj. Të rinjtë e Vlorës me nismat e tyre kanë qenë shembull i një shoqërie solidare, por edhe aktive që kërkon llogaritë pushtetarët. Ata kanë treguar për kujdesje për kategoritë që vuajnë mungesën e vëmendjes, kanë iniciuar nismën na premtuar dështuat me vendosjen simbolike të koshave në qytet. Të rinjtë kanë organizuar një protestë për ndotjen e lartë mjedisore në Vlorë, kanë denoncuar ndotjen më të madhe të plazhit të Vlorës. Ata kanë reaguar ndaj kërcënimeve dhe shantazheve që u janë bërë për mbështetjen e fushatës së kandidatit Bedinaj. Ata kanë thirrur në debat dhe llogaridhënie të 3 kandidatët për bashkinë Vlorë. Fushata e Bedinajt ka reflektuar modelin që do të ketë si krye bashkiak. Ai dëshiron të jetë kryetari i qytetarëve që nuk kanë frikë të denoncojnë dhe të protestojnë për problemet e tyre, i qytetarëve që do t'i kërkojnë llogari për vendimet që do të marrë. Ai dëshiron të jetë kryetari të rinjve të guximshëm, që marrin iniciativa dhe besojnë te roli i tyre në ndërtimin e qytetit. Ky është modeli i Vlorës së të ardhmes, që Vasil Bedinaj premton se do të ndërtojë bashkë me qytetarët.